Kryedemokrati Sali Berisha ka reaguar ashpër ndaj procesit zgjedhor të 11 majit, të cilin e cilëson si një farsë të organizuar nga narkoregjimi i Tiranës, duke e krahasuar me një masakër elektorale të orkestruar nga Edi Rama. Ai theksoi se çdo orë që kalon sjell në dri dokumente dhe fakte të reja që vërtetojnë sipas tij manipulimin e thellë të votës së qytetarëve shqiptar. Çdo orë që kalon nxjerr fakte, dokumenta shkatrimtare për farsën elektorale të 11 majit të organizuar nga Totorino i Tiranës Edi Rama. Por unë jam këtu para zgjithash për të shprehur vlerësimin tim për të gjitha ata komisioner dhe numërues, vëzhgues të opozitës që në kushte të një presioni të gjithanshëm në kufit e terrorizmit shtetëror. Në një deklaratë për mediat, Berisha vlerësoi punën e komisionerëve, numëruesve dhe vëzhguesve të opozitës që sipas tij po përballen me presion dhe terror shtetëror. Ai dënoi arrestimin e vëzhguesit Luan Tollozhina dhe akuzoi forcat e rendi për ndërhyrje të njëanshme dhe të motivuar politikisht, duke paralajmëruar se opozita do zhvillojë një betejë të fuqishme për mbrojtjen e votës së lirë. Të mbrojmë çdo votë të hedhur nga qytetarët shqiptar, por kjo rruga gjithashtu për të faktuar para shqiptarëve dhe botës farsën e pa precedent që po kundërmon në të katër anë farsë elektorale që organizoi narkoregjimi i Tiranës me datën 11 maj të vitit 2025. Berisha shtoi se faktet e mbledhura do t'i çojë përpara kancelarëve europian dhe institucioneve amerikane si Senati dhe Kongresi, duke argumentuar se e vërteta për këtë proces është si dinamiti, nuk arsohet por shndrit edhe më shumë. Ai u shpreh se Partia Demokratike do të vazhdojë misionin e saj për rikthimin e standardeve demokratike dhe të drejtës themelore të shqiptarëve për të votuar të lirë.